Këto vrima plumash që po shihni në Prapavi janë vrima që tregojnë terrorin serb në luftën e fundit nga viti 1997 deri në vitin 1999. Saktësisht, ky muze, kjo dëshmi, edhe këto vrima janë bërë nga fqinjet serb të fshatit Kërnin në vitin 1997. Dhe nga ajo ditë, Haxhi Sadri e ka ruajtur këtë shtëpi, ka ndërtuar shtëpi tjera, por këtë e ka ruajtur si muze dhe si dëshmi e krimeve dhe luftës së fundit nga forcat policore dhe ushtarake serbe bashkë me fqinjet serb të fshatit Kërnin. Haxhi Sadri, a je lodh? Jo. Si po kalon? Mirë. Përshëndetje. Qoshe përshëndetje. A je mirë? Mirë pizur. Familjen, vetë? Mirë. Me shëndet mirë? Me shëndet pak, jo bash mirëve që këmë bo 72 vjetë, mirë është. Si është jeta këtu në fshatin Kërnin? Si po zhvillohet jeta? Fshatin Kërnin, me keqare po thëmë, u bo shatisur shumë. Po, do të trit kanë emigruar? Trit kanë emigruar, shkaku i mos ekzistencet elementare ujë s'kem. Pe i stogu e bojmë ujtë. Pe i stogu do të e bani me bidona? Me bidona, që kuj kom bidona të aty t'i ka të zëjnë dash. Po. Edhe që ta sfat nga kanë shtru para 5 vjetë. Infrastruktura qenë ka e mirë? Po, infrastruktura e mirë, të edikon, mirë, po, kryesor, ujë pijes nuk ka. A ka pas ndonjëherë? Jo, bunarit kënë pas pusat, për ta është janë kontaminu, janë krejt ujë të zeza, pe kodës rëniku të shushisës dherën të reken tonë, si dhe që uhet Gujaz. Lumi Gujaz. Lumi Gujaz që kjo është, edhe në ka ujë i pishën. Nuk është ujë i pishën. Ja. Sa herë një javë të së në muaj të u thani për për mbushur? Vallaj, unë i kam një 10 bitone ka 10 litra, e shkoj 3 herë një javë mas fakti. 3 herë një javë? Zdeshte. Do të thotë ka 100 litra i sjell në ujë? Po. E për ujë, për shkakun për lavatrice, për lavatrice përdorën për pusi, për bunari. Për bunari. Po. Kanalizim ka? Ja. Ende jo? Jo, s'ka kanalizim. Krejt kanalizimet, krejt shpija, thash, pe kryuqe, e Zhakov, e të Kodrarnikut, që tak dhe që të kanalizimi e ujtë vjen... Në lumin Gujavës? Në lumin Gujavës. Lumi Gujavës që shtu afra? Po që të të cëta plepa, a përshë? Po. Të cëta plepa. Po sa është pastërtia ati lumi? Për pas që derdhen gjitha këtu gripa kanalizimesh? Katastrofë. A hudhin edhe mbeturina edhe... De facto, te para 2 vjetë kanë gjujtë e tashin e kanë prunë kontinjert, jënë vedisu poplë, po pak e në metë. Po qata që e në metë, vjen njerë njaftë. Kamione me kontinerin që kemë aty. Njënën villëve që pas në përfundim e sipër, për mashallah edhe tjetën edhe këto në përfundim, si të kryet ajo, këto knej. Këtë shtëpi e kërujt. Qështë e senti, qka duhet bo komuniteti, komuna faktikisht, autoritetet, qka duhet bo për fshatin Kërnin? Si e shenti? Unë shumë herë e këmë cekë, ju këmë thonë kretaret e marsha pjesë ka pak në ledhje. Shpërngulljen e ka bo Serbia në mënyrë masive para lufte. Mas lufte e ka bo dhëtësia jonë. Pse? Pse nuk kanë kriju kushte punësimi. Djalin e vogël, e kam fakultetin gjuhë letërsi magjister, edhe u shku punën në Gjermani me gjithë shoqe. Nuk ka gjithë vend pune? Nuk ka gjithë pune, edhe veçaj. Po djelë tonë kanë kryu gati fakultetin, vajza se unë i kumë shkollu. Vetë s'kum pas mundësi më shkollu. Po i ku shkollu thmin? I kumë shkollu thmin se vetë mund gjartë të tjetën kam përjashtu për i shkollë. Dullën atëm demonstrata gjatë të tjetën, dullë edhe unë si thmi, kore edhe këto shqiptare sërbë, Po Bamburg shkon, komunistat. Komunistat s'kanë shu për heq. Po s'kanë shu për heq, edhe kom pas... Dhe se e kuptun se s'ka gjopi bashkim vllazërimit, po vonë. Edhe e kom pas ndalu me shkollimin një sistemin Jugoslav. Komplet. Zonë si shumë bollor, shkelqy shumë gjithmonë,
Tani edhe familja u kone papërshtatshme në Jugosllavi edhe Ja. ran tani ke pas ato. Babgjyshe, vra, kur luftën e Narberishës, në Belic. Belic, po. Po, tash e baba koni dhe num 27 vjetë kulla Shermetit, mas luftë, si kaçak. Dhe me thonë nuk e na kont për shtatshëm na parish Jugosllavi. Zemrën e pas këtë modhe, nuk ka problem zemra. Jo, qashtë. E, për uj mas kishtë e jenë. Për uj. Emigrimi, si ndi stërk, si ndi për qytete, shkaku i pak kushte në Kërnin me tu. Shka jetë këtë. Unë e pëthëm Çfarë vendi i bukur. Çfarë vendi i bukur, çfarë. Unë e mas lufte i pa ta marrë dhe pare pe Zvicre, e marrova shtallën, e traktore, kombaje krejt, të na po, i deshe ka 180 litra, 200 litra qëmsh në rekull dhe. Pse? Se 9 cent, 10 cent, vishin, her vishin, me ma marrë her zvishin. E ujt, gypat, e kanë këta, që kjo shtëpia jam e fundit i Kërninës. E fundit? E fundit, mezme të qep janë. Shkit e kanë, se njerë në gjysh kesh, se ke mështu i shka për sërb, thash qashtu, na kanë thonë shqiptar, unë e këmë thonë shqiptar. Janë edhe shqiftari me fe. Edhe para lufte kanë, plus asoj na ja pagujnë qeveria, komunja, ja pagujnë se kanë sahatin dhe të në i sjellë, e unë e që ku e kom më spritosh më ardhë, që ku e kom gypin e kanë vërës, që 15 vjetë i kanë vërës anena, edhe që 4 vjetë qëre, që të gyp. Ka uj bëllë, për ma, që shme thonë, ma këmet kanë më ranit peshqit, një stërë se fakturin njeri. Që ku më kanë punë një gyp, uj ka bëllë, pumpat jaj ke marrë për Austrija në të në këtanë, rryma besa pa në nare shpesh, nuk ka datë me blia grejë. Edhe furnizimi me energji është jo i mirë, jo stabil. Jo, që ka kam agregatin. E kam grunë shoqen e kam thujet paralizume, ajo pa rrymë së mundet me jetu. Jo. Ja. Që kjo gypi, po të jam. Që kjo gypi, që kjo gypi, e kanë marru mi cërkale zë rezervarin, uqa janë anku, po uqa kanë uj, edhe për bjeshk edhe për sistemit. Po. Veç Kërnina, Padalishta, Syrgona, nuk kemë uj. E ku marrë vot për Gjermania. Pa të sadre këto pula, do të thëtë edhe voti bojnë beo, se nuk janë të firma. Ja, bia. Edhe një vo mundet më kushtu dejnë 2 euro shlira. Qashtu. Në krasi me ato që i morim ka 24, ka 2 euro e gjysë. Qashtu. Sa pula i keni kaj? I kom, si sot zeza, i kom 53 copa. E kësho të katuni që sot kuqe, i kom 13 copa. 13. Po. Edhe bojnë vo balë. Bojnë vo balë. Që të zezës halat që ka njëse 3, që ta është jenë 5 më Normalisht josh. për veti i shfuzana, për veti, veç për veti. Veç për veti. Edhe na një kush vjena, do më na jep na një neve se. Zdja ka se ja. Pse ja. Zdja ka. Pse ja. Respekt, faleminderit. Tu e kemi afër lumin Gujavës. Kë, kur janë, që shumë mëllu. Edhe del pi shtratit. Del pi shtratit, jo, po bashkë të bunori vjen. Qka bre? Pasha zotën, po. Të bunori vjen. E që tu, që shumë shel. E për thëmë këty në hajtin e bre, komunës lirënë, ja, qëfar. Premtime kur kënë heqë. Po në shel, po. Para një kohë vadet shumë për kësë reke. Po, për tashja. Që ta atu ka janë, që përshe, dëtë mjëllë dhe bata, komplet. Ky shtrata, o pasruna i herë ky shtrati. Kur njët? Kur njët. Vesh natyra që ka qëtë. Vesh natyra edhe ka deviju edhe shtrati, po që shumë bo shele, po para e qërë shumë vetëna. Gjithë ku pjesën e vetë, po ta është i s'ka kush. Në fshatin Kërnin të gjitha mjetet e transportit i gjejmë. Kërnina e ullt. Nga kamioni dhe në biciklet. Kjo për sport pështim, rrugë të mira, perfekt. Infrastrukturë mirë, rrugë të mira. Mirë kanë rregulluar, mirë rrugë, janë nuk janë keq. Pasi Sulejman,
Qa i kem punë në Kërnin? Kërnin, çka më thonë tash janë i krejtrit, jenë me ndaj plakën naj që shtu ja gërnoqa si von naj. Edhe jenë me që shtu për faqet zezë, po me ujë jemi keq. Kërnina e Nak Berishës. Kërnina Nak Berishës, pa ujë e kanë pru pej, ose joni i kanë shtitë seva dete sa lije në altë. Po, në shushit stëllët. Janë Kërnin tullët. Në Kërnina, sa lijaj, po. Sa lije në këtu një lozhe. Po, një lozhe, po. E kanë maru në, po i thëshnë atje në mirë se në një vend Boka Kuqe, kanë maru rezervorin aty, sa kanë maru nuk e di. Edhe ardhë puna veç mu aktivizu ujtë, më ardhë, ku shkum të krytojë, tha e kanë vjetë pumpën. Edhe metëm pa ujë, masane u maru që ke rrugë pa akosh, me kretë ato që ka duhet, së më dhjetë më sim, të thonë, i hoqen ato gypa, ato vende ku i konë shpërndomje për mu bot ujtë, i kanë prish, i kanë gjujtë krejt. Do më thonë Kërnina, problemin kryesor e ka me ujë. Me ujë. Krejt ka Edhe thonë. kur të ka rreshtë që të mdoja, prap ujë shumë. Ujë shumë. Për shkak lumit. Lumi. Bashkëorët në krytori u konë me kërë dhe një për bujësish konë për harajamni një femën. Po, E në erë në këshirën që atë ka bodam një 750 ujë, sonë mi ka prish. ti ka logë komplet. Po hirë, nisi mi që për vjetë ujë, që mu të ishtë mi unë në ujë, pështu lëpë. Le. Lëpë e dhane, pullet mazi metën pullet e përgjës zeshën me dollë, Zveshën me me ikë. E më shku te kryetari, ke shku te në kryetari, vije këshyre, e rregullohet, kryetari tha rregullohet, të tërsa, kryetari s'ka për kurgjon. Shkoj te Lulzimi shko te Jashari shko te Dauti shko vish kryesor anët të Bordovrit, diku e lash krejt ato. Tash si bjen ujë, rritet na jemi në ujë. nuj. Me gjonë me krejt. Si ka mundësi me rregullu? A e ka rregullu kush dhe herë shtratin, apo veç Jo, qysh ka dash natyra? Jo, më pas shku me po që shumë tash aty për funi, se kanë ngushtuar, kanë gjuhë dhej peons poshtë, pe noltë janë, e kanë quhen atë, këne u bi plepa e rama e shelje e mush, tash ujë po fryhet poshtë nalna nuj. Sa familje rrezikohen për ujit kur të vjen? Mas forti unë. Edhe një kushëreq aty ka vaj, veç ai ka veç të ka pas stol, tash ka punë lloj tina shtëpinë, a mas shumë ti unë. Mos lija. Sa i përket kanalizimit, a i keni ujra të zeza? Po, më pru. Në pru. E kanë pru dena kështu se trakoshit, aty i kanë qitë ujnë të zeza në pru, që të kujofshin, se kjo kujofshin edhe persi ka pas për parën ta. Tash a ka në një? Asnjë hisë, Komplet, ku t'i vje kanalizimi, helm. Helm i ka shdu krejt, asnjë s'ka. Komplet. Ka pas persi si kur i shishe të në tuë. E ujtë të kvjellë, të knash kësyni me vish me dollë me pushu dhe asaj në Po bregu. baktive as uj nuk jep një garant aty. Këne? Pa i po pinjë kur pas i, që ako në komrana për i bunori, po dhe bunori s'pjesë, të kjo është Këtë vjen, po lidhë, damor e ka jako të zdi gjoka, po vjen zi ujtë e poshtë. Dhe më thonë, nëse e pim baktia, ko ka kes. Keme kesës, e kem që i kemu analizat bunore, as për baktiz nuk është e jo për gjenë. Jo në për istu, po bojë me konta. Me konta. Po, me konta i mushë. Sa një avë, për shamull? Po, jem 10 tantarë, ka 100 litra, 200 litra në shkojnë, sa shtë kënë konta të joshtit, 200 litra se qitë kënë joftë. Si qitë ke? Jo. Shko mushë i konta që tje një stokë që të te, ne thëmë i thëshim për pora konë voga e ripave, ta shë kam jetë të voga, halo, që ajo e mbëshmja. Se nuk di që është për amën valoj e gash, em një kujna është ajo rrugë, po se kom këshirë kur. Më thonë, ujtë është jetik, duhet ujtë. Edhe qëto që zhjidhe, se ble kom dosh më shku të enveri, po mos mu vlau, i kom dosh më shku të enveri gua, mi thonë, masash më raboni zhjidhe, veç me lëshu krejtë, se së me të zhjonë tash. Si të rritet ujtë lëpë në ujë, që 2-3 jashtë ashtu, ka prish me sonë, me tajji, me koncentrat, me këtë që e kom postë. Domet më da. Këtë domet me ardhën të komunës, ja të pa dojmë, diçka, pagujmë, kur mund të jetë. E një shoqatë zisë, ja ku shpallo ka 300 euro, si ati që ka bo shumë, si ati pak, ku ne kanë registru, që e ka morë. Po. E qështu. Faleminderit Basi Sulejman. Me rëndësi është jemi shëndash. Qaja është, pa shneta për dënë edhe për koqa mirë me postë. Shneta për dënë edhe me postë. Ujtë mas pari. Pa ujë ku s'ki ujë, ajo është më e pora. S'ka shnet. Ja, s'ka shnet. Alloj me pa po që fa pershi shu bësh një qëtun që të kujavës, o konë që ditar, dhjetë gjuna për tina. Gjuna. Zi krejtë është. Zi. Zi. Në zi jetë ujtë. Vesh konë si të zu farë, më shumë thonë një farë në arëzat keshe dhe jetë që është. Zalë këtu kesh pjetër. Zift, ynyr. Një farë ynyrë, një farë poqë e zezë. Që të përpoar keq të është pjesë jenë maru pe shti ljumi, pe zalë, që konë zalë i pashë. Zalë i pashë, mirë. Tash së mund shme morë kur gjo.
Duke shëtitur në fshatin Kërnin, Istag, e takuam edhe kampionin U16. Në atletik pra për hudhje të Gjyles. Përshëndetje. Përshëndetje. Kampion pak njohin këtu. Emrin? Po, qa më mbataj? Emrin? Unë që më dritën metaj, Driten, çka bën ti? në më thonë merrem me hudhje Gjyles, me atletik. Me atletik. Po. Cilat janë rezultatet tua, cilat Domethënë, janë arritjet tua? Tash 3 vjetë, do më thonë, kom ba që merrna, rezultate janë se jam shpall kampion Kosove, 2 herë rekord shteti, ndërsa edhe Podgoricë kur kemi marrë pjesë, kampion 8 shtete jam kanë. Kampion, do më thonë, në 8 shtete i 8 pare shtete, ke po. dalë, në hudhjen e Gjyles. Sa e ke gjujt? Atë kam qenë 4 metrë, kam gjujt 16,01. 16 metra pik 0,1, a? Po, kam qenë me 3 kg, ndërsa tash jam me 4 kg edhe kam 18,07 zyrtare. Zyrtare. Po. A ka dikush më shumë se ti në këtë moshë? Ja, s'ka, do më thonë, reshtet e harroj. Edhe do më thonë edhe jam rekord, ashtu i Kosovë. Me ushtrime, qësh pja del? Ku po ushtrojnë Mirë, do më kryesisht? thonë, e kom fushën këtu në shtëpinë tem, do më thonë, mas shumë të ushtroj këtu, po E na keni herë edhe shka në Kamenicë, që është fusha aty, në poligon aty. po, do më thonë, ne ka mundësu komunja, edhe që aty ushtrojmë bashkë. Tash a kem në i garë ofër, Po, e kemi me 12 maj, që është mitingu i dyti ha, për që marrët Malishea. më lishe. Po. Qka pret për asaj gare? Aty pres një rezultat për 19 metra në musha, jam të punu për që ta, Vazhdimisht, me 4 kg. me 4 kg. Po, do më thonë vitin tjetër dalu 8 metra, jam me 5 kg. Ndo një garë ndërkombëtare, Do më thonë vitin tjetër janë nisin që është kampionate evropian, ose edhe balkanik që është për 8 metra, aty po synojmë. synojnë. Suksese. Faleminderit. Kërnina pra e ka një djalë të jashtëzakonshëm, kampionin e Kosovës U16 me hudhje Gjyle. Ky komplet urën s'tash ta kap, edhe ta hudh për mi kera nej. Respekt. Por që aty do speca kom i nru, ple bio, ta bën specën jashta kungull më konë. Jemi rrugës për në shkollën e Kërninës. Shkolla është mbyllur para 4 viteve në mungesë nxënësish. Mirë po, një bllokat tjetër e kam këtë tel, cilin vdekje nuk e kam ma largë se 1 metër. Bone e preke, të ngrin komplet. Kjerë si duhet urgjent marrë më intervenu, se kur po bëhet faktura mi 2 muj s'ta fal dakikun. Kështu që do fëmijë fshatit na u bashkangjiten. Por i luta edhe prind aty, të lutem, thash, në këtë rrugë, kujdes, sepse mos bëhem na se beb që ke marrë për një intervist, më na u kap kush këtë farteli, runa zë. Jemi të paralelja e ndarë ndërmjeda këtu në fshatin Kërnin, dhe me në Kërnin e Ullë, ndërsa me nostalgji. Punëtori teknik i kësaj shkolle kujton vitet e cilat ka kaluar këtu. Sa vite i keni bon këtë shkollë? Këtë shkollë i kom bon për mi 18 vite. Kështu që para 4 vite kjo shkollë është mbyllë në mungesë të nxënësve. Punëtorët janë transferu në Rakosh me vend pune. Kështu që diçka nuk ka, po tash është problemi i kësaj shtylle, të cilën rrezikohen fëmijët që vinë këtu të shkolla për me lujt. Me lujt, po, thjesht. E kështu kisha apelu që urgjentisht Le të vinë. me ardhë me nërejsh këtë shtyllë se Kjetë që është të të rrezik. lutem urgjent, sepse muhet me vdek në i fëmijë. Në teli ishë në rrugë, as 1 metër mi rrugësish. Kem bo kërkesën për me ardhë me në rrugë, po që halos kanë ardhë asnjë, as nuk merren me këtë punë. Fare, kështu që s'di që të them diçka tjetër. Sa nxënësa ka pas maksimum kjo shkollë kur ti Kjo ke shkollë, punu me intensitet lartë? kjo shkollë për fillimisht ka pas dikun për mi 30 e diçka nxënësa.
Po. kur ka fillu në 2002-ën, edhe është shku gradualisht duke ra numri Numri nxënësve, nxënësve, po. edhe ka ardhur deri të mbyllja Në e më në kësaj. 2021 më në shtator s'ka funksionu. Ja. Edhe kështu që objekti është i mirë mbajtur, Po. i rujtur, I ri, jo po është edhe i mirë mbajtur, Mbajtur. nuk ka defekte diçka kur gjo. a shfrytëzohet për diçka kjo? Po, shfrytëzohet çdo mbledhje që E kanë fshati, këta kryetari i komunës që vinë diçka me majt mbledhje, mahet këtu mbledhjet. Çdo aktivitet që ka fshati është funksion për Funksion. A mo ko ka dhe për ekipin e futbollit për ka fejstu kur bë ardh, vërtet me bon një stadion ko ka tereni perfekt, a? i mirë. I mirë. Veç me kosit. I mirë. Po, Sa ka hapësirë kjo? 1 hektare ka? e ka 1 hektar. Po, 1 hektar e ka. E ka pamjen e mirë, e ka Këshyranej, kamera. e ka vendin e Anej, mirë. Katrenica. Po, nuk ka, Ato nuk shtëpia ka atje janë të familjes doni. Doni. Po. Kërnina e ka një pamje Vërtet bukur. shumë bukur Mes e ka, kodrave, shumë bukur e ka. Livadhet bukura. Livadhet bukura, malije, kodrina, kish lumin aty në lumin e plugin. ka. Shtu Edhe që- pse kanalizimet po u dershin të, Pa i qërëm, s'po muj tash me cik do sene se ka shumë sene që duhen mu regullu, po gradualisht shpresujmë që do të Rregullohen. rregullohen. shpresa na mban në jetë. Po.